janë e marrim më mirë kronologjikisht, sepse aty u prodhuan dhe më shumë lajme që për ne gazetarët janë të rëndësishme. Po, patjetër, në fakt syt kanë qenë djetë tek ndeshja midis Egnatias dhe Vllaznisë. Madje unë mendoj që kjo pjesa e ndeshjeve në një ditë, në një orar, duhet kishte filluar që në javën e parë të Final Four, nuk ishte pse lije për javën e fundit. Ndoshta nuk do të kishte shumë ndryshim, por gjithsesi për një garë sa më të drejtë do ishte më Po në ato mira. 3-4 javët e fundit të javës së 36, 35, 34. Se ishte ndonjë Dakor, e kuptoj. ndonjë që e vlefshme. Gjithsesi, mendoj që Final Four ka patur pikërisht këtë qëllim, të rrisë emocionet e garës, të rrisë dhe tifozërin, por në fakt këtë gjë nuk e kam parë aq sa pritej dhe aq sa ishte bërë thirrja për tifozërit, Air Albania i zbrazur, por gjithsesi në fushë u kompensua disi ai emocioni që mungonte në për tribuna. Dje meritonte Egnatia, padyshim që e meritonte Egnatia, më vjen keq për situatën në cilët gjendet Vllaznia. Ajo çka po tregon ky Final Four është që klasifikimi i fundit 36 javëve nuk do përputhet absolutisht me atë që do dalë në fund kampion i Abisnet Superiore në përfundim të fazës Final Four. Sara, sa sfidosh dhe si ndihesh që e bën publikun